Ndërim të dëshmorit të kombit luftoj për 1 minutë heshtje. Pjesë e shënimit të kësaj ngjarje të luftës së lavdishme të UÇK-s, përveç veteranëve dhe invalidëve të luftës, familjarëve të dëshmorëve, banorëve të Korishës, ishin edhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme, për dallim prej herave të tjera. Shënimi i 26 vjetorit të betejës së Kabashit u përcoll vetëm me omazhe para lapitarit të dëshmorëve dhe shtatorës së adetarit Sali Shabani në Korish dhe në varrezat e dëshmorëve në Landovic, veterani UÇK-s Sait Rexhaj tha se ndjehemi krenar që kemi trashëguar kulturë dhe dashurie sikurse ishte Sali Shabani dhe kemi pasur të mbjellur dashuri për të luftuar, rezistuar e qëndruar deri në fund për çlirimin e Kosovës. Edhe në momentin kur gjim dhe mi prënd bustit të herojt ton, bashkëvendasit ton, kombëtar Sali Shabanit, thamë me plot krenari se kemi trashëguar një kulturë të adhetarizmit dhe dashnies për të luftuar dhe rezistuar për të qëndruar deri në fund për çlirimin e Kosovës. Dhe virtyti i herojit Sali Shabanit gjithmonë ka qëndruar në mendje tona që mos t'ia kthejmë shpinën atë dheut dhe të qëndrojmë me krenari të gjallë se mburremi me historinë tonë dhe të brezave të paraardhësve tonë. Nën kryetari i komunës së Prizrenit, Kujtim Gashi, tha se betejë 17 marsit të vitit 1999 shënon përfundimin e përpjekjeve të brezave të tërë të Korishës dhe gjithandej Kosovës për ta sjellur lirinë e shumëpritur të Kosovës sonë. Një prej beteja po ashtu shumë të rëndësishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës, po ashtu me një zonë shumë specifike. Unë jam i bindur që beteja Kabashit është trashëgimi e përpjekjeve të vazhdueshme të shumë gjeneratave, të shumë banorëve, patriotëve të kësaj zone, të cilët edhe në periudha të ndryshme janë flijuar për ta mbrojtur shtëpinë, për ta mbrojtur familjen, dhe po ashtu është trashëgimi edhe një masakre shumë të madhe që është bërë në këtë zonë para shumë viteve, dhe sigurisht që betejë e Kabashit është përfundimi i përpjekjeve të vazhdueshme të brezave të shumë gjenerata për çlirim për pavarësinë e vendit tonë. Në këtë betejë të lavdishme kishte rënë dëshmore dhe Halim Ahmetaj, të cilin sot bashkë me dëshmorë të tjerë e përkujtoi me krenari dhe djali i vëllaut të tij, Xhaferi. Sot është një ndjenjë normal me emocion të veçantë sepse sot 26 vite më parë forcat sërbe në makineri shumë të madhe ja kanë mësy Kabashit, ku ka qenë një forcë pa barabartë dhe gjatë luftimeve të rrepta gjatë gjithë ditës, duke mbrojt atë dheun, duke mbrojt trojet tona, ranë heroikisht për të mos vdekur kurrë dhe dëshmorët Recep Kukaj, Halim Ahmetaj e Murat Kabashi. Atyre u qoftë lavdi, dhe gjaku tyre u bovë dritë e asaj që ata kanë dhënë jetën, që na duhet ta vlerësojmë ashtu siç duhet, sepse pa gjakun e tyre nuk do të kishte liri. Në betejën e lavdishme të Kabashit të 17 marsit të vitit 1999, ranë heroikisht në krye të detyrës 3 dëshmorët nga Korisha, Halim Ahmetaj, Recep Kukaj dhe Murat Kabashi.